Për me ditë që sigurt një person ka vdekur, do t'i kemi të pranishme fenomenet e hershme kufumore që ndryshë në mësim ligjore quhen edhe shenjat e sigurta të vdekjes, siç është ftofja kufumës apo algor mortis, është shtangimi kufumor, rigor mortis, edhe janë njollat kufumore livores mortis. Nëse njërë për tyre kemi prezent, atëherë e dim që sigurt ai person ka vdekur. Pastaj, me kalimin e shenjave të hershme të vdekjes vijnë fenomenet e vonshme kufumore. Çka janë fenomenet e vonshme kufumore? Trupi pasi të vdes, ose kalvëzohet, degradohet deri në skeletizim, ose ruhet edhe konservohet. Pastaj konservimi mund të jetë natyral dhe artificial. Do thonë konservimi. Pse bëhet konservimi? Konservimi bëhet varësisht se në çfarë kushte ambientale ndodhet ai trup. Për shembull, nëse një trup është i vdekur në një vend ku ka rrëdhimtarit, për shembull në shpella, ose në shtëpia ku ka topra dyrë dhe dritare, kemi rrëdhimtarit, atëherë ndodh mumifikimi. Çfarë është mumifikimi? Mumifikimi është një konservim i trupit. Do thonë mbetet trupi me pa formë që shumë. Trupi mbetet thahet, hupin lëndët e sene, por lëkura mbetet, sigurisht kemi dëgjuar për mumjet e gjintëve, po, janë pra këto kushte të rrimit i ajrit, qoftë ftohtë, qoftë ngrohtë, favorizon mumifikimin. Do të thonë, nëse pe kuptoj mirë, mundet një njeri me vdekur në shtëpi vet, mi harru dritare të cilat e ka rrëmim të ajrit, edhe mundet më smu kal pas që nga literatura mjekoligjore, por edhe nga aseton që nga pas që kena detratet e tilla të mumifikuara. Pastaj kemi saponifikimin, është një lloj tjetër i konservimit kufumor, ku nga përbërja e tokës argjilore trupi bëhet sikur sapon. Do të thonë ruhet komplet trupi, madje mund të gjejmë edhe organet ende të saponifikuara. Kur është karakteristike e këtyre rasteve, në momentin që këto raste bijnë në kontakt me oksigjenin, kur nxjerrën nëse nuk veprohet shpejt me shtim priz apo diçka tjetër mirujt për me kriju azopsin, fillon kundërmirë për shkak të degradimit të tyre. Pastaj kemi edhe regjen tërfor që është një qysh bëhet regja e lëkura për të që kanë vë të parë tanë të deleve. Eto pra bëhet edhe regja e trupit të njeriut. Pastaj kemi edhe konservimin artificial, që është me ngrirje të thellë. Nëse është në trupin e ngririn, ai do të jetë në atë gjendje, aty ku ka qenë mbetet. Është edhe balsamimi pra me metoda të ndryshme kimike që përgatiten. Prof, që kesh të ta bu një pyetje interesante. A ka pas raste për shembull që i ke pati që njerëzit i kanë rujt vet njerëzit e vdekun? I kanë me një farformë i kanë mumifikuar me qëllim, metodë artificiale. Po, përmendëm në një gjipin e dimë që faraonët i kanë mumifikuar dhe i kanë balsamuar ty atëra. Nuk më ka rënë pa që kanë bë tamam me qëllim, por literatura mjekoligjore jep që ka raste të caktuara që njerëzit i kanë balsamuar, kanë ndeshur një kohë për një kohë gjatë. Ç'është një rast, sepse nuk janë pajtuar me humbjen e tyre dhe kështu që kanë balsamuar që ta kanë afër. Ka që i ruajnë, i mumifikojnë, Po ka. për një pas afër.